Shikues të nderuar, ju përshëndes, jemi në minutat editarit informativ në RTS Gjirokastra, ku ndër të tjera sot do të keni mundësinë të ndiqni. Rikonstruksioni i fazës së parë të unazës Pogon Zagori po shkon drejt fundit, duke sjellë optimizëm tek banorët e zonës. Ata thonë se rruga e re do të lehtësojë lëvizjen, do të përmirësojë lidhjen me Gjirokastrën dhe do të japë një shtysë zhvillimi i bujqësisë, blegtorisë dhe turizmit. Në Bashkinë e Sarandës, turizmi gjatë tremujorit të parë të vitit 2026 ka shënuar një rritje me 29% krahasuar me vitin e kaluar, si në site turistike, ashtu edhe në portin e qytetit. Ky trend pozitiv pritet të sjellë një sezon turistik më të suksesshëm. Ndërkohë Bashkia po vijon punën me përgatitjen e sezonit me investime në hapësirat publike dhe infrastrukturë, me qëllim përmirësimin e shërbimeve për turistët. Në kuadër të politikave sociale, Bashkia Gjirokastër po vijon mbështetjen për familjet që përballen me vështirësi ekonomike. Përmes skemës së bonusit të qiras, rreth 25 familje përfituese ndihmohen çdo muaj për të përballuar shpenzimet e strehimit. Kjo fundjavë do të sjellë një event të veçantë për dashamirësit e artit. Të shtunën vjen në fshatin Andon Poçi edicioni i dytë i festivalit Kënga Vllahe. Do të jenë 7 grupe folklorike të këtij komuniteti që do të performojnë, ndërsa 2 grupe të tjera do të përshëndesin festivalin. Ju njohim tani më gjerësisht. Nga Saranda, ministri i Brendshëm tha se ndaj paligjshmërisë do të ketë zero tolerancë. Sipas ministrit Lamallari, ndërtimet pa leje, zaptimi i hapësirave publike, abuzimet në kurrizë të interesit qytetar dhe zhvillimi të qëndrueshëm të turizmit janë një vije kuqe. Të pranishëm në takim ishin edhe kreu i policisë së shtetit Skënder Hita dhe kreu i KMT Afrim Qendro, si dhe kryebashkiaku i Sarandës Oltion Çaçi. Stina e Verës po afron dhe bashkë me të edhe për kujdesin ndaj qytetarëve. Dhe për një sezon turistik të sigurt, ministri i Brendshëm Besfort Lamallari nga qyteti bregdetar i Sarandës më shumë përgjegjësi kërkoi nga institucionet përkatëse, duke ju referuar ndërtimeve pa leje. E javës shkuar na tregoi pikërisht se çfarë ndodh kur papërgjegjësia e dikujt që ka për detyrë të zbatojë ligjin lejon një aventurë duke e konsideruar se mbetet në kufit e lokales. Saranda, por jo vetëm Saranda, gjithë Bregdeti shqiptar është pasuri kombëtare. Do të thotë ka interes kombëtar. Nëse dikush mendon që interesat vetjake mund të heshtohen në kufit e lokales, e ka shumë gabim. Ajo çfarë pam ne dhe reagimi i shpejt i policisë shtetit, i strukturave përgjithëse për mbikëqyrjen e efektive të policisë, ishte vetëm mesazhi i parë që ne japim për të treguar që kjo gjë këtu nuk mund të jetë një lojë, edhe ne të presim sa të ndërtohet betoni 7 kat apo në mes detit e të reagohet. Dhe pa vetëm efektivet e policisë, po sigurisht, sepse ato kanë ato përgjegjësinë për garantuar sigurinë dhe ushtrimin e detyrës nga çdo punonjës tjetër, dhe ajo çfarë është më e rëndësishme, se si ndihen qytetarët në raport me ligjin, raport me konkurrencën e ndershme, raport me turizmin, aseti më i madh kombëtar që ne kemi, që patjetër kjo kërkon një hetim të thelluar për te përgjegjësisë direkte të atyre punonjësve që kanë neglizhuar më e pakta apo janë bërë palë dhe kanë flirtuar me paligjshmërinë. Dhe këtu përfshihen edhe strukturat e tjera përgjegjëse, si IMT, IKMT, Polici Bashkiake e tjera. Dhe kjo vlen jo vetëm për Sarandën, kjo vlen për çdo cep të Bregdetit shqiptar. Të pranishëm në takim ishin edhe kreu i policisë së shtetit Skënder Hita, kreu i KMT-s Afrim Qendro, si dhe kryebashkiaku i Sarandës Oltion Çaçi. Policia e shtetit është një organizatë në mbrojtje të ligjit, në mbrojtje të qytetarëve dhe në shërbim të tyre. Ky është misioni ynë dhe mbi këtë mision ndërtohet që duhet të kemi besim tek qytetarët dhe te uniforma e policisë së shtetit. Sot ne vim pas një rasti ku disa punonjës të komisariatit Sarand janë arrestuar, dhe këtu jemi për të dhënë një mesazh të qartë dhe nuk jemi thjesht për të folur për një rast paligjshmërie. Askush nuk është mbi ligjin dhe uniforma e policisë shtetit nuk do të përdoret kurrë si mburojë për paligjshmërinë. Prandaj ndihemi keqardhur, por njëkohësisht edhe i vendosur përpara kësaj sfide të madhe, ku një nga komisariatet më të rëndësishëm të vendit, që
funksionon dhe vepron pothuajse si nivel drejtorie qarku, janë arrestuar drejtuesit dhe punonjësit e tij. Prandaj është e papranueshme për integritetin e policisë shtetit. Është e papranueshme për mua si drejtori i përgjithshëm që një punonjës të bëhet palë me shkelësit e ligjit. Pra, kushdo që mban uniformën e policisë së shtetit duhet të jetë në anën e ligjit dhe të qytetarëve e jo në anën e palishmërisë. Kemi një situatë jo normale me gjithë mbështetare për shkak të tentativave të ndryshme për ndërtime palere jo vetëm në zonën Akovetit, me bizdarit e ashme, por kemi të tentativa ndërtimi dhe në banesa që kanë në shapat të zona e Psamilit sidomos, në banesa private, por dhe në objekte të cilat i përkasin hotelerisë. Ka një aktivitet të shtuar në fush alternativa të përliqme, nga në sekretariatit kombëtar janë zhvilluar disa kontrole, është dashur ndërhyrja jonë në disa objekte, ka prishur disa objekte muajin e fundit në territorin e Bashkisë Sarandës, janë vendosur gjoma dhe ndaluar disa punime që kanë nisur të bëhen në këtë zonë. Për ministrin e Brendshëm, teksa flukset turistike vijojnë të rriten, do të ishte e papranueshme të përballen me ngjarje kriminale, armbajtje pa leje, presione apo forma të tjera të paligjshmërisë. Rikonstruksioni i fazës së parë të unazës Pogon Zagori po shkon drejt fundit, duke sjellë optimizëm tek banorët e zonës. Ata thonë se rruga e re do të lehtësoj lëvizjen, do të përmirësoj lidhjen me Gjirokastrën dhe do të jap shtys zhvillimit të bujqësisë, blegtorisë dhe turizmit. Rikonstruksioni fazës së parë të unazës Pogon Zagori po shkon drejt përfundimit duke sjellë pritshmëri të mëdha për banorët e zonës. Pas vitesh vështirësish në lëvizje, asfaltimi i rrugës konsiderohet një investim i rëndësishëm që pritet të japë zhvillim ekonomik dhe social gjithë krahinës. Rruga nga fondi i zhvillimit që u bë në krahinën tonë është një zhvillim i madh. Rruga është në parametra të duhur, është cilësore dhe kërkojmë që të asfaltohet. Banorët shprehen se përmirësimi i infrastrukturës do të ndikojë drejt për drejt në jetën e përditshme, duke lehtësuar transportin, qarkullimin e mjeteve dhe lidhjen me qytetin e Gjirokastrës. Sipas tyre, rruga e re do të krijojë më shumë mundësi për zhvillimin e bujqësisë, blegtorisë dhe turizmit në zonë. Është gati gjysmuar rruga nga koha nga Gjirokastra këtu, jo se kilometrazh i gjatësi, po shkikojsh shpejtësi, pasi cilësia e punës deri tash është mjaft e mirë, edhe kjo ndikon shumë në zhvillimin e zonës. Përfundimi kësaj faze të investimit shihet nga komuniteti si një hap i rëndësishëm drejt rikthimit të zhvillimit dhe gjallërimit të zonës së Pogonit dhe Zagorisë. Në bashkinë e Sarandës, turizmi gjatë tremujorit të parë të vitit 2026 ka shënuar një rritje me 29% krahasuar me vitin e kaluar, si në site turistike, ashtu edhe në portin e qytetit. Ky trend pozitiv pritet të sjellë një sezon turistik më të suksesshëm. Ndërkohë bashkia po vjon punën për përgatitjen e sezonit me investime në hapësira të publike dhe infrastrukturë, me qëllim përmirësimin e shërbimeve për turistët. Sipas statistikave të regjistruara në bashkinë e Sarandës, turizmi gjatë tremujorit të parë të vitit 2026 ka shënuar një rritje me 29% krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit të kaluar. Të dhënat përfshin si vizitat në site turistike të qytetit, ashtu edhe numrin e pasagjerëve të regjistruar në port. Kjo rritje e ndjeshme e fluksit turistik pritet të ndikojë pozitivisht në zhvillimin ekonomik të zonës dhe pozicionon sezonin e ri si një nga më të suksesshmit për bashkinë e Sarandës. Autoritetet lokale konsiderojnë këtë trend si një tregues të qartë të rritjes së interesit për destinacionin. Nga statistikat e para që kemi, për shembull nga vizitueshmëria në sitin e Butrintit, jemi 29% më tepër nga viti i kaluar për tremujorin e parë të vitit 2026 krahasuar me vitin 2025, gjithashtu dhe të ardhurit edhe numrat e përpunimit të pasagjerëve nga porti i Sarandës janë gjithashtu pozitiv, që do të thotë që presim një sezon të suksesshëm turistik.
Ndërkohë bashkia vion punën për përgatitjen e plotë të sezonit turistik duke përfunduar disa investime të rëndësishme në përmirësimin e hapësirave publike dhe infrastrukturës. Jemi në përfundim të gjitha punimeve infrastrukturore, si në Sarand edhe në Ksamil. Kemi mbaruar me pjesën kryesore të plazheve publike që janë gati të mirëpresin të gjithë vizitorët, sikurse e shikoni edhe ju vizitorët e parë kanë filluar edhe kanë akses të plot në plazhet publike, ndërkohë të gjitha grupet e terrenit janë në gatishmëri të plot për mbarvajtjen e këtij sezoni. Këto ndërhyrje synojnë të ofrojnë kushte më të mira për turistët dhe të rrisin cilësinë e shërbimeve në qytet. Në kuadër të politikave sociale, Bashkia Gjirokastër po vjon mbështetjen për familjet që përballen me vështirësi ekonomike. Përmes skemës së bonusit të qeras, rreth 25 familje përfituese ndihmohen çdo muaj për të përballuar shpenzimet e strehimit. Bashkia Gjirokastër vion të jetë pranë familjeve në nevojë duke i mbështetur ato përmes skemës së bonusit të qiras. Kjo ndihmë synon lehtësimin e barierës financiare për familjet që përballen me vështirësi ekonomike dhe nuk disponojnë banesë në pronësi. Aktualisht këtë trajtim e përfitojnë rreth 25 familje. Sipas të dhënave, pritet një shtim i fondit të bonusit të qiras për familjet në nevojë. Në kuadër të programit të strehimit, subvencioni vlerës së qeras në tregun e lirë, konkretisht bonusi qeras, Bashkia Gjirokastër gjatë periudhës 2025-2026 ka administruar 25 kërkesa nga qytetarët, për të cilave nga Komisioni i Strehimit kanë rezultuar përfituese 22 kërkesa, bazuar në kriteret përkatëse dhe gjithashtu në mundësinë për të siguruar kontrata qeramarrje. Pa diskutim që prioritet kanë familjet të cilat kanë problematika më të mëdha sociale-ekonomike, duke përfshirë familjet njëprindërore, familjet me krye-familjar, gra ose vajza, familje të cilat kanë në përbërje shumë antar, familje me të ardhur shumë të ulta e të tjerë. Vlera e bonusit të qiras jepet në varësi të numrit të personave në familje. Vlera e përfitimit të qeras është e bazuar në numrin e antarëve në certifikatat familjare dhe patjetër është ndryshme në bazë të numrit të antarëve. Aplikimet do të rihapen gjatë periudhës tetor-nëntor të vitit 2026 dhe ftojmë të gjithë qytetarët që janë të interesuar ose mendojnë se mund të kërkojnë me kriteret përkatëse për të aplikuar dhe pse jo për të përfituar nga këta programe, patjetër për të përmirësuar gjendjen aktuale të strehimit. Përmes këtij programi social, Bashkia Gjirokastër synon të garantojë kushte më të mira jetese dhe të mbështesë shtresat në nevojë. Bashkia e Liboovës po ndërmerr masa për mbarvajtjen e sezonit të ujitjes së tokave bujqësore, duke pastruar dhe vënë në funksion të gjithë kanalet ujitës për të mbështetur fermerët e zonës. Paralelisht po punohet edhe për përmirësimin e infrastrukturës rrugore ndërparcelare, me qëllim lehtësimin e aksesit në zonat bujqësore dhe përmirësimin e kushteve të transportit. Këto ndërhyrje synojnë të rrisin efikasitetin në bujqësi dhe të përmirësojnë zhvillimin e zonës. Bashkia e Liboovës ka ndërmarrë një sër masash për të garantuar mbarvajtjen e sezonit ujitjes së tokave bujqësore, të cilat janë tashmë në fazën e kultivimit. Autoritetet vendore bëjnë me dije se qëllimi kryesor është sigurimi i furnizimit të pandërprerë me ujë për tokat e zonës, në mënyrë që të mbështetet sa më shumë prodhimi bujqësor dhe të shmangen problematikat gjatë sezonit të verës. Nga ana e Bashkisë Liboovë në sektorin e ujitje kullimit janë marrë masa për përmirësimin e skemave ujitse, përgatitjen e tyre, pastrimin e kanaleve ujitse, për të ardhur në ndihmë fermerëve gjatë sezonit ujitjes për këtë vit. Ka përfunduar sistemimi i skemave ujitse në fushën e Labovës, janë pastruar 2 kilometra kanale dhe 1 kilometër kanal kullues në këtë fushë, një kanal kryesor në fushën e Labovës, i cili kishte vite pa u pastruar. Paralelisht me ndërhyrjet në sektorin e ujitjes, Bashkia e Liboovës po vijon edhe punimet për përmirësimin e infrastrukturës rrugore ndërparcelare. Në tokat bujqësore ka probleme për arsye sepse gjatë kryerjes së punimeve dhe rreshjet e shumta që ndodhen gjatë këtij viti dëmtuan një pjesë të rrugëve bujqësore. Dëmtimi ndodhi edhe si rrjedhimi i vjeljes së kulturës së mjesrit, i cili u krye në një kohë me lagështi dhe fermerët ishin të detyruar të futeshin në fushë. Për shkak të lagësisë madhe, këto rrugë u dëmtuan. Dëmtimet janë të pjeshme, janë planifikuar rregullimi i rrugëve të bllokeve, pjesërisht për të ardhur në ndihmë fermerëve
me qëllim që të lëvizin sa më lehtë në destinacionin e tyre. Këto ndërhyrje synojnë të lehtësojnë aksesin në zonat bujqësore, të përmirësojnë lëvizjen e mjeteve dhe të rrisin lidhjen mes parcelave. Në të rësi këto investime pritet të ndikojnë pozitivisht në zhvillimin e qëndrueshëm të bujqësisë në zonën e Libohovës. Kjo fundjavë do të sjellë një event të veçantë për dashamirësit e artit. Të shtunën në vije në fshatin Andon Poçi, edicioni i dytë i festivalit Kënga Vllahe. Do të jenë 7 grupe folklorike të këtij komuniteti që do të performojnë, ndërsa 2 grupe të tjera do të përshëndesin festivalin. Këngë, valle, emocione nga kultura e lashtë Vllahe do të përcillen në mbrëmjen e së shtunës në fshatin Andon Poçi në Gjirokastër, në edicionin e dytë të festivalit Kënga Vllahe. Ky event një ditor kushtuar trashëgimisë Vllahe do të mbahet në fshatin Andon Poçi, ku pritet të mblidhen artistë nga zonat e Shqipërisë, ku punon dhe jeton një pjesë e këtij komuniteti. Konsistoi në këngë, në muzikë, në valle, të cilat do të kujtojnë rrënjët tona, identitetin ton, dhe do të nderojmë të parët tanë. Këto do të jenë këngë të vjetra, të cilat do të sjellin në skenë udhëtimin e tyre në përshekuj, vallet e bukura Vllahe, të cilat janë lidhur njëra me tjetrin si vetë historia e tyre. Këngë të bukura që do t'i këndojnë, do t'i kushtohen bukurisë së natyrës, së gjysheve, të vajzave, të nuseve. Kjo do të organizohet në Andon Poç, është një qendër e komunitetit ton, dhe do të kemi pjesëmarrës të grupeve të ndryshme nga gjithë trevat e jugut. Mendojmë të jetë një mbrëmje festive, i ftojmë të gjithë. Ne falenderojmë artistët, grupet folklorike që na kanë ardhur, na janë afruar dhe na kanë mbështetur, institucionet Bashkia e Qarku dhe Ministria e Turizmit me një projekt të tyre, dhe shpresojmë që ky aktivitet të ecë ashtu siç edhe ne kemi mundur të organizojmë. Ky komunitet ka arritur të përcjellë në breza një arsenal të gjerë të këngës, valles, melodisë e kostumeve Vllahe. Eventi organizohet nga përfaqësues të këtij komuniteti me mbështetjen e Ministrisë së Kulturës, Bashkisë Gjirokastër dhe Këshillit të Qarkut. Është një nismë e shoqërisë civile, ndryshe nga aktivitetet e tjera, të cilët u bën bashkë me amatorët dhe artistët e këtij komuniteti për të bërë këtë festival, i cili si vjetë ka surprizën për edicionin e dytë. Të gjithë këto grupe do t'i bëj bashkë data 23 maj, dhe është një ditë e veçantë për këtë komunitet, sepse është dita ndërkombëtare e komunitetit Vllahe. Kjo do t'i bëj bashkë të gjitha këto grupe folklorike, dhe grupe folklorike kanë një gjerësi të madhe. Është një grup folklorik i qytetit që përfaqëson vëllezërit e Gjirokastrës, vjen një grup nga Korça, është një grup nga Selenica, vjen një grup interesant, është një grup i vajzave nga rreth i Fierit, dhe një grup që ka krijuar ansambël nga Kavaja që njihet. E veçanta e këtij festivali është sepse misioni, domethënë, i këtij festivali është transmetimi i këngës. Dihet tani se çfarë probleme ka krijuar emigracioni, dhe kjo është me theksuar edhe tek komuniteti Vllahe, sepse ju e dini se si jeta e tyre baritore, jeta e tyre idilike, i dashuruar me natyrë dhe me pasuritë e saj, me shpirtin e tyre të tërë, ata e kishin, domethënë, shpesh lëviznin nga një vend në vendin tjetër, dhe kjo na krijon një problem. Megjithatë jemi munduar që dhe një pjesë e këtyre emigrantëve të vinë atë ditë të jenë pjesë e këtij festivali. Kjo është ideja, domethënë, transmetimi dhe brezat e rinj, që ta ruajnë dhe atë ta trashëgojnë, sepse aty është shpirti, aty është tradita, aty është zemra e këtij komuniteti. Dhe ky komunitet ndryshon shumë nga komunitetet e tjera. Festivali do të shoqërohet edhe me 2 aktivitete të tjera, që janë një ekspozitë ikonografike e autorëve Ziso e Mario Musha dhe një ekspozitë e arteve pamore nga qyteti Gjirokastrës në syrin e një koleksionisti. Ishim në minutat e editarit informativ në RTS Gjirokastra. Unë ju falenderoj për vëmendjen, ju uroj shikim të këndshëm të programeve tona në vijim. Bashkë, miru pashim.